Shikues të nderuar, ju përshëndes, jemi në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra, ku ndër të tjera sot do të keni mundësinë të ndiqni. Në zonat rurale të Bashkisë së Këlqyrës, shërbimi shëndetësor po ofrohet jo vetëm në ambulanca, por edhe në banesat e pacientëve me sëmundje kronike. Mjekët kryejnë vizita të vazhdueshme për të moshuarit dhe personat që e kanë të vështirë të paraqiten pranë qendrave shëndetësore, duke sjellë kujdesin mjekësor më pranë komunitetit. Emigrantët nga fshati Fitore në Bashkinë e Piniqit kontribuojnë prej vitesh në përmirësimin e infrastrukturës, sa aktualisht investojnë për rikonstruksionin e kishës së fshatit. Bashkia e Libohovës ka hartuar një program aktivitetesh me fokus promovimin e traditave dhe vlerave të zonës, si dhe rritjen e interesit të turistëve të huaj. Sipas specialistit të turizmit Arjan Çano, këto aktivitete po tërheqin gjithnjë më shumë vizitor dhe po ndihmojnë në promovimin e destinacionit. Aktivitetet zhvillohen në site të ndryshme turistike të zonës, duke synuar njohjen më të gjerë të pasurive natyrore, kulturore dhe historike të Libohovës. Një jetë mes shtyllave të tensionit dhe sfidave të natyrës, Koçoteka ish elektricist nga Ambreshda një kujton me krenari vitet e punës në ndërtimin e linjave elektrike në jug të vendit. Në moshën 75 vjeçare, ai rrëfen sakrificat dhe pasionin për profesionin që solli dritë dhe zhvillim në zonat e thella. Ju njohim tani më gjërësisht. Bullgaria është fituesja e edicionit të 70 Eurovision në 2026. Shqipëria ishte një nga më të votuarat në televotim, duke dëshmuar mbështetjen e madhe të publikut ndërkombëtar për këngën shqiptare. Bullgaria fiton edicionin e 70 të Eurovisionit, duke rrëmbyer fitoren me një performancë që mahniti publikun dhe jurinë europiane. Në vendin e dytë u rendit Izraeli, ndërsa në vendin e tretë Rumania. Me 85 pikë të marra nga publiku, Shqipëria ishte një nga më të votuarat në televotim, duke dëshmuar mbështetjen e madhe të publikut ndërkombëtar për këngën shqiptare. Me 145 pikë, Shqipëria u rendit e 13-ta, duke u pozicionuar në mesin e tabelës, duke lënë pas disa shtete me traditë në Eurovisionit. Ashtu si që do tradita, finalja nisi me paradën e madhe të 25 artistëve me flamujt e vendeve të tyre, të cilët garuan këtë mbrëmje. 25 shtete garuan në skenën e magjishme për trofeun e madh. Mes tyre edhe Shqipëria, e përfaqësuar nga Alis Kallaçi, ku ndezi emocionet si kur më parë, duke performuar e pesta në renditje. Me një mesazh të fortë për lidhjen e thellë dhe të pazëvendësueshme midis nënës dhe fëmijës, duke prekur një temë universale që lidhet ngushtë me eksperiencën shqiptare të migracionit, ndarjes dhe mallit për vendlindjen. Nan ngjalli interes të madh në rrjetet sociale dhe të dashamirësit e muzikës europiane dhe jo vetëm. Spektakli nisi me interpretimin e fituesit të vitit të kaluar JJ përmes një performance energjike. Më pas në skenë këtë edicion të 70 të Eurovisionit janë ngjitur artistët fitues të kompeticionit europian ndër vite, të cilët risollën këngët fituese të Eurovision, duke entuziazmuar publikun. Nata finale është transmetuar ekskluzivisht në RTS1, RTS Muzik dhe Radio Tirana 1. Në zonat rurale të Bashkisë së Këlqyrës, shërbimi shëndetësor po ofrohet jo vetëm në ambulanca, por edhe në banesat e pacientëve me sëmundje kronike. Mjekët të kryejnë vizita të vazhdueshme për të moshuarit dhe personat që e kanë të vështirë të paraqiten pranë qendrave shëndetësore, duke sjellë kujdesin mjekësor më pranë komunitetit. Në zonat rurale të Bashkisë Këlqyrë, shërbimi shëndetësor po vjen në ndihmë banorëve, jo vetëm nëpërmjet ambulancave, por edhe direkt në banesat e pacientëve që vuajnë nga sëmundjet kronike. Mjekët dhe infermierët kujdesen që të moshuarit dhe personat me probleme të vazhdueshme shëndetësore të marrin kontrollin dhe trajtimin e nevojshëm, pa qenë e nevojshme të udhëtojnë drejt qendrave shëndetësore. Zonat e Bashkisë Këlqyrë ka ambulanca në fshatrat e ndryshme të zonës dhe aty kemi infermierë të cilët japin shërbim gjatë paradites dhe kemi dhe infermierë të cilët jetojnë në fshat që ka shërbim paradite dhe gjatë gjithë
kohës tjetër, edhe mbasdite edhe në darkë, edhe për grup moshat e fëmijët 0-14 vjeç, por edhe për moshat e rritura, për pensionistët, për sëmundjet, për të smurët e tjerë kronik, dhe ka edhe kontrolli shëndetësor në banesë, është ai i cili afrohet pranë jo vetëm në qendrën shëndetësore, por edhe në fshatrat përre. Në grup moshat e treta ka raste të ndryshme të sëmundjeve diabetike, të sëmundjeve kardiovaskulare, me diare akute, ka rreth 5-6 raste në ditë. Kontrollet shëndetësore në banesë kryen kryesisht për moshat e treta, ku aktualisht marrin shërbim rreth 13 pacient, theksoi mjekja Entela Ibrahimi. Në kontrollin shëndetësor në banesë janë më shumë të sëmurët të cilët nuk mund të lëvizin, janë jo vetëm të sëmurë që janë me shërbim, se kemi dhe shërbim paliativ që shkojnë në banesë, u kryen të sëmurët që janë me sëmundje me ca të ndryshme, pak janë, dhe të tjerët janë të smur diabetik, të cilët janë mosha të thyera, janë pa fëmijë që u shkojnë në banesë, janë rreth 12-13 raste që kemi pranë të gjithë qendrës tonë shëndetësore. Përmes këtij shërbimi, stafet mjekësore synojnë jo vetëm trajtimin e pacientëve, por edhe ndjekjen e vazhdueshme të gjendjes së tyre shëndetësore, duke ofruar siguri dhe kujdes më pranë komunitetit. Në bashkinë Sarand ka nisur përgatitjet për sezonin e vaditjes pas përfundimit të mbjelljeve me pastrimin e kanaleve dhe rrugëve ndërparcelare për të lehtësuar punën e fermerëve. Sipas drejtorit të bujqësisë Mustafa Lama, ndërhyrjet synojnë përmirësimin e infrastrukturës dhe rritjen e efikasitetit në bujqësi. Në bashkinë e Sarandës ka nisur ndërhyrjet për përgatitjen e sezonit të vaditjes pas përfundimit të mbjelljes së kulturave kryesore bujqësore. Sipas drejtorit të bujqësisë Mustafa Lama, puna në terren ka përfshirë pastrimin e kanaleve vaditëse dhe përmirësimin e infrastrukturës mbështetëse për fermerët. Gjithashtu janë pastruar edhe rrugët ndërparcelare me qëllim lehtësimin e aksesit në tokat bujqësore dhe ndihmën ndaj fermerëve gjatë sezonit të prodhimit. Tashmë, me pastrimin e kanaleve vaditëse dhe me mbjelljen e gjithë sipërfaqes, jemi pothuajse në kohë dhe jemi më së miri dhe presim kohëra të mbara. Sot që flasim, e kemi dhe infrastrukturën apo rrugët ndërparcelare që quhen dhe janë në koherencë me prodhimin, janë më së miri për fermerët. Autoritetet lokale theksojnë se këto ndërhyrje janë të rëndësishme për garantimin e një sezoni vaditjeje sa më efikas dhe për rritjen e produktivitetit në sektorin bujqësor. Megjithatë, në bashkinë e Sarandës, drejtori Lama thekson edhe disa problematika të mbartura ndër vite në sektorin bujqësor. Kemi edhe probleme të mbartura dhe të fituara, që të themi të drejtën, po për shembull kemi një problem madhor që në 15-20 vite kemi kultivuar të njëjtin bim në të njëjtën sipërfaqe. Kjo çon në varfërimin e tokës. Duhet më së miri të paktën në një vit të mbillen kulturë tjetër që çon në pasturimin e tokës, siç janë batha apo soja, por është problemi i shitjes, i tregtimit, ndaj e kemi nguruar që ta kryejmë këtë veprim. Gjithashtu problem tjetër madhor është edhe problemi i aklimatizimit ose përshtatja me ambientin. Në momentin e korrjes ne i bëjmë një tharje natyrale në përgjithësi, por duhet që bima të jetë misi të jetë i qëndrueshëm, të bëhet një tharje me makineri. Gjithashtu dhe një problem tjetër është edhe kooperativizimi që quhet ndryshe. Fizikisht ne këtu nuk kemi parcele të ndara gardhe, pra punohet të gjithë sipërfaqja më së miri nga fermerët, por duhet bërë dhe një farë bashkimi në unifikimin e çmimit, në unifikimin e bimës edhe në rritjen e shkallës së akreditimit, pra në certifikimin e këtij lloji produkti që ne prodhojmë. Në këtë kuadër, autoritetet vendore bëjnë me dije se puna nuk do të kufizohet vetëm në ndërhyrjet aktuale, por do të vijojë me mirëmbajtjen e vazhdueshme të rrjetit vaditës dhe përmirësim të mëtejshëm të infrastrukturës bujqësore. Qëllimi mbetet krijimi i kushteve sa më të favorshme për fermerët, rritja e rendimentit të prodhimeve dhe forcimi i qëndrueshmërisë së sektorit bujqësor në zonë. Emigrantët nga fshati Fitore në bashkinë e Finiqit kontribuojnë prej vitesh në përmirësimin e infrastrukturës. Aktualisht investojnë për rikonstruksionin e kishës së fshatit. Në kilometrin e 4 të rrugës kombëtare Kraneqa-Bot ndodhet fshati Fitore, ose Marafen, siç quhej në vitet e para të sistemit totalitar.
Marafendi është një ndër 58 fshatrat e Bashkisë së Finikit, ku vjet re një bashkëpunim i shkëlqyer midis kryesisë së fshatit, shoqatës së emigrantëve, por edhe Këshillit fetar. Më pak se 10% e banorëve të këtij fshati janë me banim të përhershëm në vendlindje. Nga 800 banorë të regjistruar, 740 prej tyre janë emigracion. Shoqata e emigrantëve ka kontribuar gjatë gjithë dekadave për përmirësimin e infrastrukturës në vendlindje, ndërsa kryetari i ri i shoqatës, artisti i njohur i këngës popullore zoti Vangel Qiriazo, ndodhet në vendlindje dhe ndjek punimet në kishën e shënën e premtes. Kryetari i fshatit vlerëson kontributin e emigrantëve. Shoqata e marafandjotëve të cilët janë në Athinë kanë kontribuar disa vite rjeshtë për infrastrukturën rrugore dhe të tjera këtu në fshatin tonë. Për shembull, kanë shtruar rreth 500 metra rrugë kryesore me beton dhe tani së fundi shoqata ka mbledhur një fond i cili përdoret për të rregulluar, përmirësuar kushtet mjedisore në kishën dhe për një murmbajtës i cili ka rënë në kishë, po kështu kontribut edhe për probleme që ka fshati si me ndriçimin, probleme për ndërtimin e disa çezmave tradicionale që themi neve, të cilat janë në gjendje të mjerueshme. Shumica e emigrantëve nga fshati janë në Greqi. Edhe janë organizuar dhe kohët e fundit shikojmë që ka një interesim të veçantë për të përmirësuar të paktën infrastrukturën rrugore, mjediset për një shesh ku në rast festash fetare, se ku ka dy kisha të cilat festojnë Shen Parashkevia dhe Shen Sotiri, të cilat festojnë në kohën e verës dhe mblidhen ata me shoqata kompletë dhe organizon veprimtari, po tani kanë vënë dorë për të përmirësuar qendrën e fshatit. Kisha e fshatit feston më 26 korrik, por muaji gusht do të shënoj fluksin më të madh të kthimit të emigrantëve në vendlindje. Bashkia Libohov ka hartuar një program aktivitetesh me fokus promovimin e traditave dhe vlerave të zonës, si dhe rritjen e interesit të turistëve të huaj. Sipas specialistit të turizmit Arjan Çano, këto aktivitete po tërheqin gjithnjë më shumë vizitor dhe po ndihmojnë në promovimin e destinacionit. Aktivitetet zhvillohen në site të ndryshme turistike të zonës, duke synuar njohjen më të gjerë të pasurive natyrore, kulturore dhe historike të Libohovës. Bashkia e Libohovës ka përgatitur një program të larmishëm aktivitetesh të cilat synojnë promovimin e traditave dhe vlerave të zonës. Këto iniciativa kanë si qëllim kryesor ruajtjen e identitetit kulturor dhe prezantimin e trashëgimisë lokale për vizitorët vendas dhe të huaj. Sipas specialistit të turizmit Arjan Çano, këto aktivitete po shërbejnë edhe si një urlidhëse për afrimin e turistëve të huaj, të cilët po tregojnë gjithnjë më shumë interes për të njohur zonën. Ne kemi disa aktivitete cilat kanë interes për turistët, siç është aktiviteti që ne zhvillojmë në fushën e Çajupit, duke promovuar njësinë administrative Zagori, por dhe bukurinë që ka vetë natyra aty. Pastaj janë aktivitetet që bëhen sigurisht në qendër, në Libohov, të cilat janë të shpërndara afër aseteve turistike për t'i dhënë pak më shumë impakt edhe aseteve turistike. Programi përfshin aktivitete të ndryshme që zhvillohen në pika të rëndësishme turistike të Libohovës. Sigurisht që ka interes në turistët, që sidomos ata vendas njerë kanë shumë interes për asete turistike, por edhe për figurat e shquara që ne kemi në zonë, cilët janë të shumë. Tashmë ne edhe shtëpinë e Avni Rustemit e kemi kthyer në një muze, i cili është bërë vizitueshëm tashmë nga turistët, sidomos ata vendas, edhe më interes kanë shqiptarët e Kosovës, të cilët vinë në Libohov dhe e para gjë që duan të shohin në shtëpinë e Avni Rustemit. Është vazhdimsi e aktiviteteve që kanë qenë vitin e kaluar, ne mundohemi që t'i shtojmë, por dhe t'i shpërndajmë në zonat të ndryshme për të promovuar edhe pikat tjera, atraksionet e tjera turistike
për të shijuar edhe gatime tradicionale të zonave të ndryshme të Libohovës, të cilat kanë vlerën e vetë, duke qenë se i prekim me dorë aty, siç është Nepravishta, që mund të shijojmë gatime tradicionale të zonës dhe mund t'i shijojmë në natyrën e vërtet. Aktivitetet organizohen në të gjitha sitet turistike që ofron zona e Libohovës, me qëllim që vizitorët të njihen nga afër me pasuritë natyrore, kulturore dhe historike të saj. Përmes këtij programi synohet rritja e numrit të turistëve dhe promovimi më i gjerë i Libohovës si destinacion turistik. Pranvera në fshatin tim është tema e konkursit fotografik që ka shpallur Bashkia e Finiqit në bashkëpunim me zyrën vendore arsimore. Organizatorët kanë si qëllim promovimin e bukurive natyrore, resurseve dhe objekteve monumentale në këtë njësi vendore. Bukuritë natyrore të 58 fshatrave, 33 monumenteve të mbrojtura nga shteti, por edhe shumë objekte kulti do të ekspozohen me fotografi në nxënës të shkollave në Bashkinë e Finiqit. Në bashkëpunim me zyrën vendore të arsimit Finik Dropull, kjo njësi vendore organizon konkursin fotografik me temë Pranvera në fshatin tim. Afati dorëzimit fotografik nga konkurrentët ishte data 15 maj, pasi mesazhet që përcillen nga organizatorët janë të shumta. Mësuesi veteran Leftë Xhollosh, bashkëpunëtori i kryebashkiaut Romeo Çakuli për çështjet e kulturës dhe arsimit. Ja si mendon ai për mesazhet që përcjell ky konkurs. Mesazhi i tyre është që të promovojnë bukuritë të shumta natyrore, por edhe bukuritë arkeologjike, historike, të cilat tradita, të cilat janë shumë në zonën e Finiqit, që nga Rezoma Kanxënës, që nga Livadjaja, nga Saranda, nga Ksamili, ku do të pasqyrohet e gjithë dinamika e bukurive natyrore dhe arkeologjike, historike të zonës. Akordimi i titujve të nderit për fituesit e këtij konkursi do të organizohet me një ceremoni të veçantë pas pak ditësh. Një jetë mes shtyllave të tensionit dhe sfidave të natyrës, Koçoteka ish elektricisht nga Ambreshda një kujton me krenari vitet e punës në ndërtimin e linjave elektrike në jug të vendit. Në moshën 75 vjeçare ai rrëfen sakrificat dhe pasionin për profesionin që solli dritë dhe zhvillim në zonat e thella. Për dekada me radhë ai ka sfiduar lartësinë, motin e ashpër dhe rrezikun e energjisë elektrike për të sjellë dritë në zonat e jugut të vendit. Koçoteka nga Mbreshdani është një prej elektricistëve veteran që kontribojnë në ndërtimin e linjave elektrike në aksin Këlcyr-Përmet, duke nisur rrugëtimin e tij që në vitin 1970. Mes shtyllave të tensionit, maleve dhe motit të ashpër, Koçoteka kujton vitet e punës me emocion dhe krenari. Ai tregon se ndërtimi i rrjetit elektrik kërkonte jo vetëm forcë fizike, por mbi të gjitha përqendrim, guxim dhe përgjegjësi të madhe. Sa për dini, unë kam qenë në 70-ën, elektricist i zonës Këlcyr rrethit Përmetit. Kam patur vështirësi të mëdha gjatë kohës së parë, sepse çdo gjë e bëni me lëvizjet me këmbë dhe jo me makinë siç janë sot, që kudo që kanë defekte do shkojnë me makinë. Ndërsa në atë kohë që isha unë kishim këto vështirësi që do ikje me këmbë e para. E dyta pastaj vështirësitë e punës që do hipje në shtylla, do bëje riparimin e defekteve që kishe në linja, në tensionet e mesëm, në tensionet e ulta, në gjithë zonën e Këlcyrës, ne mbulonim këtu. Pastaj në kohën e demokracisë, pastaj kaluam që kishim gjysmën e rrethit këtu nga ky në stacion, që furnizon këtë zona nga ne varej. Edhe ne i përgjigjeshim për punët dhe defektet që kishin gjithë zonën. Natën, ditën, ne ishim shumë të gatshëm. Për të, energjia elektrike nuk ishte thjesht një profesion, por një mision për të sjellë dritë dhe zhvillim zonave të thella. Shumë e vështirë. Që të punosh në elektrik do të thotë që duhet një përgatitje dhe vullnet i madh. Manevrime në të shumta, unë isha si më i vjetër nga këta shokët e tjerë, se 5 veta kemi qenë atyre. Edhe unë merresha me manevrime, por gjithë jetës time nuk patëm një viktim, nga i vetmi në stacion mund të thuash në Republikë që nuk ka patur viktima. Atëherë kemi patur shumë të vështirë komunikimin.
Pas sa kohe, pasaj na erdhen radio që ishin aktasit policisë, me kilometra si e kishin atë valët, që kapeshin, edhe vetëm të atyre atere. Ishte behar diell këtu, nga Frashit, zone Frashit, po Gjymonte. Edhe më vjene, e kam dhe sot unë pullat e shkarkimit të rufeve, mbi tensionet himnin, në kaq largësi, merre me mend. E shumë raste të tjera që kam patur në për linjat që për fat të mirë që nuk kisha psuar gjë. Edhe sot, në moshën 75 vjeçare, ai mbetet I lidhur shpirtërisht me profesionin që I kushtoi jetën. Teksa kujton të kaluarën, në zërin e tij ende ndihet pasioni për një punë sa të rrezikshme aq edhe të bukur. Këtë shkëputesh me njëherë që nga shumë e vështirë. Këtë më tregon vetë eksperienca e jetës dhe vetë që po jetoj. Që nga shumë e vështirë, ai që është njëri që punon dhe e ka patur zell punë. Bile unë dhe shtyta për të vazhduar punën kur dolla në pension. Për fat të mirë, janë hapur shumë kurse, shumë shkolla, 2 vjeçare dhe 4 vjeçare. Edhe bën gabimin më të madh që nuk vjen. Por shikojnë që janë ca të rinë ka mbaruar edhe nuk e ushtrojnë zanatin, e kanë me frikë. Zanati elektriku dhe është I pavdekshëm. Do jetë I nevojshëm në çdo kohë që të vijë. Historia Koçotekës mbetet një nga dëshmi e sakrificës dhe përkushtimit të njerëzve që ndërtuan infrastrukturën elektrike në jug të vendit, në një kohë kur çdo linjë ngritur ishte një hap drejt zhvillimit. Ishim në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ju uroj shikim të këndshëm të programeve tona në vijim. Bashkë mirupafshim.